Mitologjia e njeriut prej bore. Dimi gjithmonë ka zgjuar tek njeriu një ndjenjë të dyfisht, frikë dhe mahnitje. Era e ftohtë, qielli i mbyllur, bora që mbulon çdo gjë. Si një perde e bardhë që fsheh njëkohësisht tregon dhe mister të jetës. Në këtë botë të heshtur dimri ka lindur një prej figurave më të thjeshta dhe më enigmatike të imagjinatës njerëzore. Njeriu prej bore. Shpesh e shohim si lojë fëmijësh, dy topa bore, një fytyrë me karrot, dy gur për sy e ndonjë shall. Por për shekuj, në kulturat të ndryshme të botës, njeriu prej bore ka mbajtur kuptime mistike, madje edhe paralajmëruese. Çfarë simbolizon? Pse njerëzit e bëjnë? Dhe pse pothuajse çdo civilizim ka një verzion të tij? Le të udhtojmë në këtë mitologji të bardhë. Origjina e njeriut prej bore. Në Evropën e Mesjetës bora shihej si dhuratë nga qielli, por dhe si paralajmërim. Dimri ishte stinë e urisë, së smundjeve dhe izolimit. Kur njerëzit dilnin jashtë, përballeshin me një natyrë të heshtur dhe të ftohtë. Në këtë zbrasti të bardhë, ata filluan të formonin figura njerëzore. Historianët tregojnë se në disa vende të Evropës veriore, njerëzit bënin figura bore për të lutur. Ata besonin se njeriu prej bore ishte një ndërmjetës midis tokës dhe qiellit. Bora vinte nga lart si një mesazh hyjnor, dhe figura e krijuar prej saj kthehej përsëri në ujë duke u bashkuar me natyrën. Në disa fshatra të vjetra gjermane, një njeri bore vendosej pranë portës së shtëpisë. Thuajse ai mbante larg shpirtat e këqij dhe smundjet që sillte dimri. Në Skandinavi besohej se njeriu prej bore mund të sillte fat të keq nëse shkatërrohej para kohë, sikur ta fyje dimrin vet. Por njeriu prej bore nuk ishte vetëm mbrojtës. Për disa kultura ai ishte kujtues. Jetojmë pak dhe si bora një ditë shkrihemi. Njeriu prej bore si pasqyrë e shpirtit. Në shekullin e 18 dhe 19 filozofët dhe shkrimtarët nisën ta shihnin ndryshe. Ata pan njeriun prej bore një metaforë të thjeshtë. Një metaforë të thellë ka njëherë dhe të thjeshtë. Bora është e pastër si fëmiria, por shkrinë si koha. Njeriu prej bore bëhet, jeton pak, pastaj zhduket, nuk lë gjurmë. Për këtë arsye ai lidhet me idenë e jetës së përkohshme, por dhe me bukurinë e çastit. Në folklorin rus ekziston një tregim i vjetër, një çift i moshuar që nuk kishin fëmijë krijuan një vajzë prej bore. Ajo u gjallëru, filloi të heste, të qeshte dhe të jetonte mes tyre, derisa erdhi pranvera kur bora u shkriu zhduk edhe ajo. Mesazhi ishte i thjeshtë, gjithçka që vjen nga natyra një ditë i kthehet asaj. Në disa mite ballkanike ishte e kundërta. Thuhej se njeriu prej bore është shpirt e ndacak që vjen në dimër për të kujtuar njerëzit për vdekjen dhe përgjithësinë. Ai ecën mes fshatrave natën dhe kush e sheh duhet të kujtojë se jeta nuk është lojë. Pra njeriu prej bore, megjithëse i qeshur dhe i bukur, bart një mesazh të thellë: mos harro fundin tënd, por gjeje kuptimin e jetës sa je gjallë. Njeriu prej bore në kohët moderne. Sot fëmijët ndërtojnë njerëz bore për argëtim. Fotot postohen në rrjetet sociale, shalli rregullohet, fytyra zbukurohet, dukej sikur miti është zhdukur, por në të vërtetë nuk është. Njeriu prej bore vazhdon të mbajë në heshtet e njëjtat simbole. Uniteti, njerëzit dalin bashkë, punojnë bashkë, qeshin bashkë. Njeriu merr diçka pa formë dhe i jep jetë, përkohshmëria, gjithçka që ndërtojmë një ditë shkrin. Në letërsinë moderne dhe në filma, njeriu prej bore paraqitet shpesh si qenie miqësore, shpëtimtare, madje edhe mitike. Kjo tregon një dëshirë njerëzore në mes të ftohtit të kemi shpresë. Në fund, mitologjia e njeriut prej bore na fton të reflektojmë. Ne jemi të përkohshëm, por brenda këtij dhe kësaj përkohshmërie nuk mund të krijojmë dashuri, kujtime dhe mirësi, por dhe mundemi të krijojmë dashuri dhe kujtime me mirësi. Ashtu si bora që zbardh tokën, edhe njeriu me veprat e mira le dritë pas vetes, edhe nëse trupi shkrin një ditë. Pra, është një mesazh paqësor me bardhësinë e tij.